Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube channel. Mos harroni të bëni subscribe. Jam pozicionuar në një nga qytetet ndër qytetet më të bukura të Londrës, Westfield Stratford City, dhe pamja pas meje, siç e shikoni sfondi, është ditë me shi sot, por shiu është karakteristike e jetës në Londër, siç dihet koha e paqëndrueshme. Gjithsesi, në këtë ambient të bukur, unë do realizoj një intervistë, do sjell një informacion shumë interesant për gjithë juve, sidomos për studentët. Flasim për studentët dhe shqiptarët që kanë emigruar në Mbretërinë e Bashkuar dhe duan të ndërtojnë një jetë profesionale. Është shumë e rëndësishme kjo si një vajzë e cila ka zgjedhur të bëjë master në këtë pikë të jetës, sigurisht që e gjykoj që këto informacione t'i ndaj dhe me komunitetin që më ndjek, me shqiptarët e diasporës kudo në botë, por kësaj here do pozicionohemi në Londër, në Mbretërinë e Bashkuar, dhe personi që do intervistoj sot, siç e shikoni në këtë kamera, është një vajzë që besoj shumë prej jush e njihni. Ajo është kudo në rrjetet sociale, është e apasionuar pas punës së saj dhe ndan informacione vazhdimisht për të ndihmuar studentët, i ndihmon studentët dhe shqiptarët, por edhe emigrantët e shteteve tjera, ku Bruna ka akses dhe besoj aftësitë e saj gjuhësore e lejojnë për të dhënë informacione edhe në komunitetet tjera. Ka filluar pozicionin e punës si student advisor dhe tani është rritur në detyrë akoma dhe ambiciet e saj profesionale nuk ndalojnë këtu. Ajo ka ende shumë për të bërë në rrugtimin e saj, që unë ju uroj suksese. Bruna, të mësojmë pak fillimet e tua në Mbretërinë e Bashkuar. Kur ke ardhur këtu, si ke ardhur, na i trego pak, të njohim pak më shumë rreth rrugtimit tënd. Atëherë faleminderit shumë për ftesën, të uroj shumë suksese, edhe ndihem shumë kënaqur për ty, sepse gjithë studentët që kanë komunikuar me mua, tani kam marrë një diplomë në bachelor, një master degree, dhe po shikoj se punon në punë të ndryshme dhe jam shumë e gëzuar për gjithë ju. Atëherë unë kam filluar si student advisor në dhjetorin 2020, ku ishte para se isim atëherë në Covid, mos gaboj. Ishte një ndryshim shumë i madh, sepse unë doja të bëja diçka që ka lidhje edhe me fushën time, që kam marrë studimet, edhe më pëlqen shumë pjesa e marketingut, pjesa që të komunikoj me njerëzit. Edhe aplikova tek Elizabeth School of London, që ishte atëherë një zyrë thjesht për të ndihmuar studentët që të regjistrohen për universitete. Më pas në 2022 kanë hapur kampuse të ndryshme, edhe ata bashkë punojnë me universitete të ndryshme. Gjithashtu në 2022 unë në student advisor u bëra line manager, kur kisha my team, do të thonë grupin tim që i ndihmoja për çdo gjë. Se do të thonë si të komunikon me studentët. Dua të ndaj pak dhe nga eksperjenca ime, si jam takuar, si jam njohur unë me Brunën. Është shumë interesante në fakt. Sigurisht njohje totalisht profesionale, sepse nuk është e njihni njëra tjetër më përpara, por unë po kërkoja shumë për ndërtuar një jetë profesionale në Londër, duke qenë se kisha ardhur nga Shqipëria me një jetë profesionale që kisha ndërtuar tashmë atje, dhe përmes disa lidhjeve miqësore arrita të njoh Brunën, dhe më thanë që Bruna asiston studentat, i ndihmon studentat me aplikimet dhe sigurisht që ju jep informacion se si të aplikosh për një universitet këtu në Mbretërinë e Bashkuar, dhe në fakt isha shumë konfuze në atë kohë, sepse nuk isha e sigurt se çfarë të bëja me jetën time, dhe sapo kisha sjell në jetë beben, një djalë të vogël, që do duam që bashkë me Brunën ta ndryshojmë edhe për tjerët këtë mentalitet, sepse mund të studiosh në të njëjtën kohë, mund të punosh në të njëjtën kohë, mund të jesh edhe një familjare shumë e mirë. Dhe ideja është si të menaxhosh kohën, çelësi suksesit dhe të bësh karrierë, dhe të ndjekësh masteri, nuk ka rëndësi se çfarë moshe ke apo në çfarë stadi të jetës je. E rëndësishme është të balancosh çdo gjë. Dhe Bruna në fakt më ka ndihmuar që të çlirohem shumë nga këto paragjykime, dhe kisha edhe një paragjykim tjetër, sepse thoja vetes nuk e di anglishtën perfekt, ku do shkoj. Në fakt Bruna më ka ndihmuar që të pranoj veten time me nivelin anglishtit që kisha, dhe duke më ndihmuar me informacionet e saj që të përmirësohem gjithnjë më shumë për të arritur nivelin akademik. Aty ku unë jam sot dhe jam shumë e lumtur në fakt për zgjedhjen që kam bërë. Dhe së bashku me Brunën do ndajmë informacione tjera shumë interesante për studentët shqiptarët që duan të ndjekin një jetë akademike dhe të bëjnë një master apo dhe bachelor në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Londër në këtë rast. Apo jo Bruna, ne flasim për hapësirën e Londrës, po
në çdo qytet. Okej, cila është gjëja e parë që thirrja e parë që do ju bëja shqiptarëve, sepse ky podcast është për shqiptarët dhe shqiptarët që emigrojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Cila është thirrja e parë që do ju bëja? Atëherë, nëse dikush ose pak për shembull i mërzitur në jeta e përgjithshme, ndoshta në puna që kemi, sepse edhe në kur erdha këtu në Angli, nuk ose fillova direkt me një zyrë. Mundes 2 vite gjysmë që të punoj në profilin tim, që të jem në këtë fushë. Ama ku ke vullnetin edhe vërtet mund ta kesh vullnetin, po janë rrethenat në përgjithësi që ti thua ndoshta nuk kam kohë, ndoshta nuk do ta mundem ta bëj. Këtu në Angli, edhe sidomos në Londër, universitetet japin shumë opsione për studentet. Ti mund studiosh full time 3 herë në javë, apo full time 2 herë në javë. Që do thotë do paraqites vetëm 2 ditë në universitet. Nëse ti punon 5 ditë apo 4 ditë, normalisht ke 2 ditë që ti je tek universiteti. Okej, e kuptoj që ndonjëherë disa njerëz nuk mund të marrin leja shkollare në puna ose të kenë ditët e caktuar, por e kam thënë edhe të studentët e mi, ata kanë të drejtë kur ti je studente apo student që ta bën programin sipas studimeve të tua. Në bashkëpunim me universitetin mund të koordinohesh dhe mund të gjesh atë balancën perfekte për të koordinuar gjitha punët. Por në këtë rast, në rastin konkret, për shembull, po studioj një ditë në javë Bruna, jam full day, por universiteti më ka ndihmuar që të gjej këtë lloj domethënë që gjej ditën perfekte për të studiuar. Dhe kur e kam nisur më beso që nuk e kam ditur fare, domethënë nuk i kisha punët fare në rregull, por besoja shumë që do ta gjeja një zgjidhje dhe nuk e dija që universitetet këtu janë kaq suportues. Dhe është kjo shumë e rëndësishme dhe duhet të ndar ky informacion. Po, sepse tek universiteti ti nuk ke vetëm klaset, nuk nje vetëm pedagogët, mësuesit, ti ke atje ke shumë departamente, domethënë edhe të flasis një psikolog, nëse ti ke një hall, ose nëse ju jeni nona apo jeni nonën që mom to be, domethënë në pritjet e ëmbël, ti nëse e që është Bruna tani që flasim. Ti e komunikon, faleminderit shumë, ti e komunikon këtë gjë me universitetin edhe universiteti të bën një program ty, ndoshta të kesh edhe mësimet online, ose të marrësh një gap year, edhe të rikthesh përsëri tek atje ku e ke lënë studimet. Ti ku nuk komunikon me universitetin, atëre ata e shikon që ti nuk e ndoshta nuk merr pjesë në aktivitete të ndryshme që mund të ketë universiteti apo klasa jote, o shumë e rëndësishme që ndoshta duket boring, e mërzitshme, pse të shkoj unë atë ky aktivitet i universitetit, po ti ku nuk e di çfarë mund të futosh në ai aktivitet. Dhe nuk duhen gjetur justifikime se universiteti të merr shumë kohë dhe nuk mund të bësh asgjë tjetër. Absolutisht, këtu në Londër, në Mbretërinë të Bashkuar, ke mundësi të ndryshme që ta koordinosh pjesën e studimeve me punën dhe me aspektet të tjera të jetës, sepse janë universitete që janë shumë fleksibël ndaj studentëve. Prandaj është shumë e rëndësishme, ndonjëherë kemi paragjykime dhe mungesa e informacionit na ndalon që të marrim vendime që mund të jenë shumë të rëndësishme për jetën tonë. Dhe këtë po thot dhe Bruna që do ta ndaj me neve. Gjithsesi Bruna, të pyes pak për dokumentacionin që ne duhet të kemi parasysh kur duam të aplikojmë për universitet. Atëherë, Anglia ka qenë në 2022 që ka dalë në Evropa edhe ka qenë pak një kaos në pjesën studentëve që vinin këtu me vizë apo donin të vinin këtu me një mënyrë apo sa kishin ardhur edhe kishin bërë aplikimin të duhura për pjesën që të jetosh këtu në Angli. Atëherë, nëse ti jeton tamam, ke settlement status apo British passport, apo pre-settlement, apo leave to remain, edhe ke ma shumë se 3 vite që jeton tamam këtu në Angli, ti automatikisht ke të drejtë edhe mbi të gjitha ke të drejtë të marrësh edhe student loan, domethënë ndihmet nga qeveria për pagesën e universitetit, po nëse do edhe për ty, domethënë për mbajtjen tënde për spenzimet tua personale. Çfarë do thotë të marrësh loan për studime? Si do ja kthesh mbrapsht shtetit, na i trego pak këtë pjesë.
Atëre, shumica ngatrojnë sepse thonë kjo është një ndihmë, jo, është lonë. Unë madje kam quar të një student me përkthim në anglisht e sip apo në anglisht e greqisë si ko. Nuk është ndihmë, nuk është një si është universal credit, për shembull, që është ndihmë për një person. Kjo është një lonë që ti merr dhe paguas tarifet e studimeve, edhe nëse do të marrësh edhe një ndihmë për shpenzimet tua personale. Atëre, varet nga çfarë grup të kanë caktuar ata. Për shembull, para 2022-sin ishte nëse ti arrije 29.000 pound në vit, pra marron studimet edhe punon full time, nëse ti arrin 29.000 pound në vit, fillon edhe i paguan mraps 10 pound në muaj. Që në vitin 2023, kjo ka ndryshuar pak, edhe këtë vit pak ka ndryshuar prap tuition fee, që është tarifa e universitetit. Pra, që në vitin 2023, kanë thonë që ti, kur marrësh studimet e tua, nëse merr diplomën apo jo, sepse ka shumë rëndësi që nëse ti e bën për një vit, për 2 vit, mbaroj edhe vitin tret, sepse ajo ngelet prap. Po, për pjesën bachelor. Ti duhet në momentin që arrin 26.000 pound, avas fillon edhe ti rikthen mraps ato parat. Edhe tani fillon nga 7 pound në muaj, minimumi që mund t'japes tek ata. Çdo gjë lidhet me national insurance number, çdo gjë lidhet, domethënë ata do e kupton nëse ti merr këtë sume në vit apo jo. Sepse do të shikojnë të ardhurat dhe do komunikojnë me ty në ana letrave që do dërgojnë të shtëpia apo email. Po nuk është një tarif që mund të ndalojnë në pjesën tënde që ti të gjesh një punë apo të marrësh një të ardhmë me një kredi që të blesh një shtëpi apo të blesh një shtëpi, domethënë nuk të ndalon. Ka shumë studente që i kanë marruar çdo gjë, tani mund të jenë për shembull tek 40-50 vjeç edhe akoma paguan atë loan, po madje kanë punën atyre, kanë shtëpinë atyre dhe nuk ose i ndikon 10 pound, 20 pound apo 50 pound në muaj, sepse Po tek masteri sa është rikthimi i tarifës mbrapsht? Te masteri është pak më ndrejshëm sepse shteti të thot unë të jap një loan, një ndihmë të caktuar. Pra, nëse masteri jot është brenda këtyre tarifave, diçka mund të ngeli për ty. Nëse masteri jot është më i shtrenjtë, diçka duhet të futesh ti në ana jote, në xhepi jot. Po kur rikthen ti prap mund të bësh një negociatë me student finance që unë duhet ta pagoj 20 pound në muaj për shembull. Ka mundësi. Ti ku komunikon me ata edhe thua unë refanat e mia personale ka mundësi, ata e kuptojnë. Shikojmë pak edhe për studentat që duan të vinë nga Shqipëria për të studiuar këtu. Flasim për studentat që duan të marrin një vizë studimore. Çfarë mbështetje ofroni ju si student advisor dhe çfarë ofron shteti, cilat janë mundësitë? Atëherë, ne si parë duhet të shikojmë edhe të shpjegojmë të studentit çfarë duhet për aplikimin. Dokumentat në pjesën e një studenti që jeton këtu me një student që do vinë në jashtë janë pak më shumë, sepse ai studenti që do vinë në Shqipëri, në Greqi apo diku tjetër në Evropë, sepse që në 2022 nuk është pjesa, Anglia nuk është pjesa e Evropës, kështu që automatikisht edhe ata që janë në Greqi, në Gjermani, diku tjetër, do të vinë këtu me një vizë studimeve, nëse do të studion. Ti si student duhet kesh tamam, nëse bëhet për bachelorin, edhe do të bësh master, duhet kesh bachelorin tënd, duhet kesh një letër në një akademi, domethënë në një mësues, që shpjegon se si ke qenë ti si student, çfarë ke bërë, domethënë është një prezantim me një academic letter si e thonë ata. Normalisht duhet kesh your personal statement është prapë si një esej që ti shpjegon çfarë ke bërë në pjesën e studimeve, çfarë ke bërë në pjesën e punës, përse ke zgjedhur këtë deg, si do të ndihmoj kjo deg në të ardhmen, nëse ti do bën master, pra nëse dikush ka bërë një bachelor në accounting and finance, që është vetë shqiptarët ndalojnë veten për të bërë karrierë profesionale, shkom ka ikur mosha për këtë gjë, domethënë stop paragjykimi moshës. Vetëm një gjë që normalisht nëse një student do të bëjë një master apo një bachelor në moshën 60, ai do duhet të shpjegoj përse tani, përse cila është qëllimet
atij apo asajt që do ta vazhdoj tani. Ama paraqykime nuk kam. Edhe ku një student është shumë i bindur për çfarë do, pse ka zgjedhur këtë ndek, pse ka zgjedhur këtë universitet, cili është qëllimi i tij në të ardhmen, sepse edhe në 60 le të themi me në 50. Unë kam pasur një rast që kam regjistruar djalin për bachelor edhe mamin për master. Tani një grua të 50 vjeç, një non me 2 kalamo, gjithashtu punonte, bashkëshorte, edhe mori master me first class degree. Edhe për mua ajo ishte shumë jo arritje, po sikoni që çdo gjë bëhet.